Dhe kjo është mami dos. Dhe ky është babi Der. Derkucja Pepa. Lepurusha Rebeka. Është fundi një dite tjetër të bukur. Pepa dhe Georgi po luajnë me miqtë e tyre Rebeka dhe lepurushin Richard. Duhet të shkojmë në shtëpi, fëmijë. Oh, mami, por të lutem, ne duajmë të luajmë edhe pak. Ndoshta do të luajmë dhe nesër. A mund të vijë edhe Pepa me Georgin tek shtëpia jon nesër? Oh! Ura! Përse po qa Richardi? Sepse ai ka pak frikë kur i zbret shkallët. Përse? Ne nuk kemi shkallë tek shtëpia jon. Si? Nuk keni shkallë? Po pra, nuk kemi dhe kur të vini nesër do ta shikoni. Mirupafshim. Mirupafshim. Erdhi mëngjesi. Sot Pepa dhe Georgi do të shkojnë tek shtëpia e lepurushes Rebeka. Mami do t'jap makinës, ndërsa unë do t'ju udhëzoj me hartën. A je i sigurt, babi Der? Ne gjithmonë e humbim rrugën kur ti merresh me hartën. Haha, nuk do t'humbim, jo, mos ki merak. E po mirë. A jeni gati të gjithë? Po, mami dos. Atëherë po nisemi. Pepa dhe Georgi janë shumë të gëzuar. Ata nuk kanë qenë asnjëherë tek shtëpia e lepurushe Rebekës. Babi, a jemi afër? Harta tregon se shtëpia e Rebekës ndodhet te kodra tjetër. Nuk ka mundësi kjo. Këtu duhet të ishte shtëpia e lepurushes Rebeka. Më duket se kemi ngatruar rrugën, sepse këtu pas ka një kopësht me karrota. Ku mund të jetë shtëpia e lepurushe Rebekës? Ui, përshëndetje të gjithëve. Ç'kemi Rebeka? Atëherë do të shkojmë të luajmë tek dhoma ime? Tek dhoma jote? Ku është shtëpia jote? Pepa nuk e shikon shtëpinë e Rebekës. Kjo kodër është shtëpia jon dhe ne e quajmë strofu. Ju a tregoj unë. Shihemi më vonë, ë? Mirupafshim. E janë i brenda. E shikon, ne nuk kemi shkallë, por kemi tunele. Wow! Shtëpia e Rebekës është pak më ndryshe nga ajo e Pepas. Kjo këtu është dhoma jon. Wow! Pas keni krevat, një dritare dhe një kuti lodrash një lloj si ne. Sigurisht. Më pëlqen shtëpia jote. Sikur të isha dhe unë një lepur. E po, është e thjesht. A t'ju mësoj ju të dyve se si të bëni si lepuj? Po të lutem. Në fillim duhet të thithni ajrin me hum dhe të bëni kështu. Shikoni pak. E bëre shumë mirë lepurushja Pepa dhe lepurushi George. Pepas i pëlqen të bëhet si lepurushe, edhe Georgi i pëlqen të bëhet si lepurush. Lepurushët i kanë shumë qef karrotat. Sa e shishme. Njam, njam, sa e shishme. Georgi nuk i ka shumë qef karrotat. Ai nuk i pëlqen ato. E po mirë, do t'i ham ne atër. Rebeka, çfarë pëlqen tjetër lepuj? Lepujve u pëlqen dhe të hidhen. E janë jashtë, ju a tregoj unë. Gati për kërcim. Squeak, squeak. Lepujve u pëlqen të hidhen. Ju kërceni shumë mirë si lepuj. Është koha për të ngrënë, fëmijë. Mami dhe babi lepur kanë përgatitur drekën. Rebeka na ka mësuar si të bëjmë lepuj. Oho, e po atëherë do t'ju pëlqej shumë dreka. Janë të preferuarat tona, karrotat. Sa të shishme. Sa të shishme. Por George nuk i pëlqejnë karrotat. Si ka mundësi, more George? Unë kujtova se ti ishe një lepurush. Lepurushët i pëlqejnë karrotat. Wow, George po haj një karrot tani. Dhe tani, torta jone e preferuar, torta me karrota. Ura! Tort me karrot. Tani Georgi po bën si një lepurush i vërtet. Squeak, squeak.